Selam aleikum, nëse ke bë hajgare me fejnë, ose je ndodhë në ndonjë mexhlis ku bëjnë hajgare, a falë Allahu, aleikum salam wa rahmetullah. Tallja me fejnë është kufër, është mohim, del prej feje. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an, dhe nëse i pyet ata do të thonë, ne po bënim shaka dhe po luanim. Thuaj, a me Allahun, me shpalljet e tij dhe me dërgumin e tij talleni. Mos u shfaqsoni. Ju e mohuat fejnë pasi e besuat atë. Allahu na rujt. Pra është çështje e rëndë. Ndërsa në një ajet tjetër Zoti i gjithësisë thot, dhe ju ka shpallur juve në libër, se nëse dëgjoni fjalët e Allahut që mohohen ose tallen me to, mos u ulni me ata. Pra me ata që veprojnë kështu derisa të ndryshojnë temë. Për ndryshe, ju jeni si ata, Allahu na rujt. Kështu kuptohet prej ajetit. Prandaj është çështje e rëndë. Nëse ka ndodhur, pendohu tek Zoti i gjithësisë me sinqeritet. Dhe mos u kthe më ke kjo gjë. Allahu i lartësuar i do ata që pendohen. Dhe Zoti i gjithësisë i fal gjitha mëkatet. Por me u pendu, me respektu fenë, me dashur Allahun, me dashur dërgumin e tij. Për ndryshe, tallja me fenë është mohim. Allahu na rujt.